vllai jon Imam Visi trajtoi raportet e njeriu me Zotin në Ramazan, gjë që nuk do të thotë që njeriu të lidhet me Zotin kështu thatë, po nuk pati një realitet dhe jetësim në jetë. Vllai jon Imam Bilali trajtoi raportet e njeriu me Kur'anin në Ramazan, që njëkohësisht do të thotë reflektim në jetë. Dhe vjen kjo pjesa ime e treta që është Ramazani dhe marrëdhëniet me njerëzit. Kur lexon ajetet e agjërimit, thoshte njëri prej dietarëve, për hoxhallarëve, nëse do të bësh koment Kur'anit, shih çfarë ka përpara dhe ka mbrapa ajeti që ta marrësh kuptimin e saktë. Po të shohësh ajetet përpara të Ramazanit flasin për testamentin dhe mbylljen e testamentit dhe rregullat e testamentit. Po të vish tek ajetet mas Ramazanit dhe agjërimit, Zoti thotë ula ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mos e hani pasurinë e njëri tjetrit padrejtësisht. Thonë dietarët, sikur Zoti i Madh po do më të thonë që nëse do mi pas punët mirë me Zotin, duhet të rregullosh punët me njerëzit. Po nuk e rregullove punët me njerëzit, do më thonë ti nuk e ke kuptuar se çdo të thotë me i pas punët mirë me Zotin. Se ti kesh punët mirë me Zotin dhe mos ti jesh mirë me njerëzit, kjo nuk shkon. Ashtu siç edhe e kundërta nuk është normale. Ti jesh mirë me njerëzit dhe ti kthesh shpinën të Madhit Zot. Për këtë arsye i madhi i kohrave Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur fliste për agjërimin e vërtet, çfarë thoshte sallallahu alaihi wasallam? Nuk është agjërimi thjesht një tri pa ngrënë dhe pa pirë. Agjërimi i vërtet është agjërimi i cili ndalon njeriu nga çdo gjë që është e fllihur dhe shëmtuar. Ose thoshte sa agjërues agjërojnë, po nuk marrin nga agjërimi i tyre vetëm se etjen dhe urinë. Që do të thotë, Ramazani ka një qëllim. La'allakum tattaqun, që të jeni të devotshëm. E çdo më thonë që jeni të devotshëm, kujdes në raportet e tua me Zotin, kujdes në raportet e tua me njerëzit, përkushtim ndaj Zotit dhe përkushtim ndaj njerëzve. Lut Zotin e Madh që Ramazani i këtij viti për gjithë secilin prej nesh të jetë sebeb dhe shkak që të fitojmë kënaqësinë e Zotit, fitojmë xhenetin, të shtohet dashuria dhe vllaznia mes nesh për hir të Zotit, e të jemi bashkë si në këtë botë edhe në jetën e botës tjetër. Amin. Zoti ju shpërblet me të mirë. Sallallahu alaihi wasallam.